Dje, zëvendës kryeministri i Shqipërisë u pezullua nga detyra me vendim të GKK-s. E di, në një vend normal ajo do jepte dorëheqje, që në sekondën e parë që thirret si e pandehur. Ne kemi edhe një kryetar bashkie në burg me akuza të rënda për korrupsion, që nuk e jep dorëheqje. As ja kërkojnë. Madje pretendon të ruajë edhe pushtetin. Dorëheqja në demokracinë perëndimore është një detyrim moral, politik, logjik, por jo në Shqipëri. Sikur si kryetari i bashkisë dhe zëvendës kryeministrja nuk e dhan dorëheqjen, madje askush nuk ja kërkoi. As ata që e votuan, as kolegët e vet, as partia vet dhe as kryeministri. Përkundrazi, u bë pak show, që nuk do lëshoj, nuk dorëzohet, do e zgjidh. Ndërkohë drejtësia thot pezullim nga detyra dhe bllokimi i pasaportës për korrupsion. Ky vendim ishte një shenjë. Një shenjë që edhe kur drejtësia është gjysmë e kapur, gjysmë e trembur, gjysmë e gjallë, korrupsioni si ai përbindshim në dollap. Ti mund të flesh i qetë, duke menduar se ai nuk ekziston, por ai do dalë një ditë. Dhe ka dalë. Por a mjafton? Apo ndreqet fryma korruptive që përshkon administratën shqiptare nga maja deri në bazë? Përgjimet e zëvendës kryeministre treguan një gjë shumë të thjeshtë. Asnjë ministër nuk bën korrupsion i vetëm. Asnjë zyrtar i lartë nuk i bën miliona tek pull. Kjo është një ushtri, një zinxhir, një mekanizëm i tërë administrate ku çdo hallk poshtë i shërben hallkës sipër. Dhe pyetja që lind është, çfarë duhet të ndodhë që ky zinxhir të trembet dhe të kputet? Çfarë duhet të ndodhë që një drejtor, një shef sektori, një jurist, një ekonomist, një punonjës i thjesht të ketë guximin dhe të thotë, "Jo, kjo është vepër penale dhe unë nuk e bëj." Dhe përgjigja është e hidhur, por shumë pak e thon. Sepse shumë prej tyre janë pjesë e krimit, pjesë e ndarjes, pjesë e përfitimit, por kryesorja, sepse të gjithë e dinë që ky sistem funksionon vetëm në këtë formë për sa kohë drejtësia nuk kap kokën, atë që qëndron sipër zëvendës kryeministres. Dhe pastaj pyes veten, prandaj dhe sot, me 2 zëvendës kryeministra të akuzuar për korrupsion, ka njerëz që vazhdojnë firmosin, të vjedhin dhe të marrin rishvete, të bëjnë dhe tendera të korruptuar në grup, duke besuar se nuk do u vi radha atyre, se nuk do dalin përgjimet e tyre, se për sa kohë është dhe ai lart i paprekur, as atyre nuk do u bjerë fati i keq të kapen. Po kur do e kuptoni që nuk është çështje fati, është thjesht çështje kohe, sepse abuzimi, krimi dhe e keqja nuk kanë datë skadence. Sot është pezulluar një zëvendës kryeministre. Nesër është radha të tjerëve. Atyre më poshtë saj, por dhe ati sipër saj. Dhe mos u gënjeni, radha juaj vjen gjithmonë, sepse kjo është pjesa që duhet t'ju shqetësoj. Jo i gjithë shoqëria shqiptare është e korruptuar, është vetëm një pjesë e kalbur, ju. Dhe nuk është e vështirë për t'ju këputur. Dhe kur të këputeni, nuk do të ketë as show, as statuse, as deklarata. Do të ketë vetëm drejtësi.